Louise Ailey prezantoi Kiara Titon në emisionin Fan Club me një fjalim që u komentua gjerësisht në rrjet. Fituesi i Big Brother VIP Albania foli për rrugëtimin e Kiarës, përballjen e saj me kritikat dhe suksesin e arritur në ekran, duke theksuar se ajo është një figurë e fortë dhe e merituar në televizionin shqiptar. Por këto fjalë nuk u pritën mirë nga Anait Kaloti. Ky i fundit reagoi me një shkrim të gjatë ironik në Instastory, ku kundërshtonte deklaratat e Luizit. Anaiti sugjeroi se Kiara nuk është lënë në hije nga produksioni, përkundrazi ka pasur mbështetje të vazhdueshme nga Top Channel, duke përmendur edhe figura të tjera të ekranit që sipas tij janë anashkaluar ndër vite. Shkrimi i Anaitit u shpërnda gjerësisht dhe ndezi debat në rrjet, por nuk mbeti pa përgjigje. Louise Ailey zgjodhi një formë të drejtpërdrejtë dhe thumbuese, duke postuar një story ku shkruante: "Dikush t'i thot dikujt mos ha, se përballë do thuash më fal prap." Ky reagim u interpretua nga ndjekësit si një përgjigje e qartë ndaj Anait Kalotit, duke treguar se Luizi nuk kishte ndërmend të tërhiqej nga qëndrimi i tij në mbrojtje të Kiarës. Pas përplasjes, një pjesë e publikut mbështeti Luizin, duke e vlerësuar për mbrojtjen e partneres dhe qëndrimin e hapur. Të tjerë u rreshtuan krah Anaitit, duke e quajtur reagimin e tij realist dhe kritik ndaj hipokrizisë së medias. Përplasja ka rikthyer edhe një herë debatet mbi favorizimet në televizione, rolin e produksioneve dhe suksesin real të figurave publike.